termi kosovar. Termi kosovar është termi më i rrezikshëm. Kam kosovar nuk ekziston. Termi kosovar nuk ekziston. Është një term gjeografik. Dhe gjë tjetër, ne jemi shqiptar dhe shqiptar kemi me vdek me hinë dhe shqiptar. Shiqo vlerat e luftës. Vlerat e luftës na duhet me i rusi sytë. Sepse vepra ma kolosale, vepra ma madhore e një popull e një kombi është lufta. Është lufta. Lufta është kryevepër. Pse është kryevepër? Sepse është fitu me gjak. Diçka që i fitohet me gjak, po, ato vlerën nuk mundet me ja caktu kërkush. Aja pse? S'mundesh me caktu, s'ka vlera ja. Në atë kuptimin. Po, me thonë e ka vlerën. O, aja ka vlerë sa nëll, ylli, sa është larësi, po sigurisht është shkencëtarët nuk e din, po deri atje ka vlerë. Dhe ne atë luftë duhet ta mbrojmë. Jo vetëm këtë luftë, po të gjitha luftat. Po fillojmë, po prej Skënderbeut, 1423 kur erdhin Kruj. Po, prej atje, të gjitha luftat që janë bërë, po, të gjitha duhet të mbrojmë. Të gjitha duhet jemi të kujdesshëm, sepse lufta, po, fitohet, liria fitohet me gjak. Dhe gjaku nuk ka pare që i pagun. S'ka. E larga saj, po, ne duhet të çmojmë, ne heroj dëshmor duhet të mbrojmë, ne ata duhet të kemi shumë kujdes për ta. Për ta sepse edhe njerë u fitu, po me gjak. Gjenerata që vinë, edhe njëherë, unë po i shohë në televizion, termi kosovar. Termi kosovar është termi më i rrezikshëm. Kam kosovar nuk ekziston. Termi kosovar nuk ekziston. Është një term gjeografik. Dhe gjë tjetër. Është e barabartë si kur me thonë vëllau tim, po ti je tjetër, unë tjetër. Kjo termi kosovar që po i ndëgjoj, po, është shumë i rrezikshëm. Mos ja bojmë si Çubriloviqi e Grashanini, dhe po shprejna në gjuhën e tyre. Po, ata janë mënue. O visu ta më albanci, o visu ovdë shqiptari. Janë mënue më në ndonë, dësh. Dhe tash, po mjerisht, po, pasat dekadave dalin njerëz tonë, po, kosovar. Kosovar është term gjeografik. Po, dhe asgjë tjetër. Po, ne jemi shqiptar, dhe shqiptar kemi me vdek me hinë dhe shqiptar. Pse? Kemi një kompaksi territoriale. Kur të marsh prej Kuksi, e për kënej kush është mes tonë? Askush. Krejt Shqipëria është, po, e rrethuar me shqiptar. Merri shqiptar në Qamëri, në Maqedoni, merri në Kosovë, merri në Malzi, do me thonë krejt shteti amë Shqipëria është i rrethuar me gjakun e vetë, me historinë e vetë, me kulturën e vetë, po me bitë e bijat e veta. Dhe të delë, dhe të thotë se jemi kom kosovar, ajo është term gjeografik, jemi shqiptar, jemi Shqipëri. Pa, me qëto. Dhe gjenerata që vinë, duhet të vazhdojnë një ribashkim. Duhet bashkohet. Sepse, edhe një, Kosova si Kosovë, asë nuk mund tjetë forcë politike, asë ekonomike, asë ushtarake. S'ka territor. E qysh mund t'jemi na forcë politike, ekonomike dhe ushtarake, vetëm të ribashkuam në një Shqipëri. Atëhere do të rregullohen problemet me armiqtë tonë shekullorë. Pse? Kur je i fort, nuk ta mësyn që është letë. Ja, menohet, ka më menu me vjetë. Me vjetë menohet. E kur je i dopt, letë është, depërton. Kur je i fort, ka më matë mirë, me ba analizë, dhe në fund ka më në përfundim jo se janë të fort.